Makineria e propagandës së Erion Veliajt ka hedhur në treg një tjetër tentativë për të goditur strukturën e posaçme kundër korrupsionit, duke përdorur këtë herë një platformë modeste të quajtur Euro Prospects. Përmes një artikulli të gjatë, tentohet të krijohet narrativa se arrestimi i Veliajt për korrupsion është një provë për besueshmërinë e BE-s dhe se SPAK po shkel procedurat ligjore. Nuk duket që ky shkrim të ketë ndonjë rëndësi për standardet e BE-s, por është bërë nga një shqiptare në një portal periferik, që ka edhe dyshime për mënyrën si financohet sipas ChatGPT-s. Lajmi është bërë nga një emër anonim, e identifikuar si Eva Kelmendi, dhe kur kërkon nuk ka shumë informacion për të, ndërsa tek Euro Prospects ajo e ka shkrimin e saj të parë, gjë që shton dyshimet mbi vërtetësinë e materialit. Ky veprim tregon degradimin total të lobimit të Veliajt. Nëse dikur paguheshin media ndërkombëtare që gëzonin një farë peshe, sot propaganda ka përfunduar në dyert e Euro Prospects, një platformë online e krijuar vetëm në vitin 2022, e cila drejtohet nga studentë dhe studiues të rinj pa asnjë profil institucional. Ky blog, që funksionon me një staf të vogël dhe pa asnjë transparencë mbi financimet, nuk përfaqëson asgjë më shumë se një hapësirë ku opinionet mund të porositen sipas nevojës së klientit. Vet platforma Euro Prospects, në fund të artikullit, mban një shënim ku deklaron se këto janë vetëm mendimet e autorit dhe nuk përfaqësojnë politikën zyrtare të medias apo bordit të saj editorial. Ky detaj vërteton se shkrimi nuk është një qëndrim i institucioneve europiane, por një opinion i blerë që mund të porositet nga kushdo që kërkon të mbrohet nga burgu me para. Në shkrim përmenden si argumente shqetësimet e firmave ligjore ndërkombëtare, si Kazovitz në New York apo Mishcon Dereja në Londër, të cilat njihen për mbrojtjen e Veliajt me fatura të kripura $220.000. Përdorimi i këtyre emrave tregon se Erion Veliaj po shpenzon shuma të majme nga paratë e dyshimta për të lobuar kundër drejtësisë shqiptare në zyrat e huaja. Dhe tani me emra anonim dhe me portale anonime kërkojnë t'ju thonë shqiptarëve që shiko se burgu i Veliajt na rrezikon BE-n. Shkrimi arrin deri aty sa ta quaj paraburgimin e Veliajt si një paradoks të reformës, duke ignoruar 13 akuzat e rënda penale që e mbajnë atë pas hekurave që prej shkurtit të vitit 2025. Ky sulm i sinkronizuar, i shpërndar me shpejtësi nga portalet e paguara nga vllai i kryebashkiakut Arber Veliaj, tregon dëshpërimin e një grupi që tashmë nuk ka më asnjë mbrojtje tjetër, veçse blerjes së artikujve në blogje periferike. Në fakt, është krejtësisht e kundërta. Lufta ndaj korrupsionit në nivelet më të larta është rruga e Shqipërisë për në BE, përfshir këtu edhe Erion Veliajin. Ndërkohë që gjyqi i atij është caktuar për datën 24 mars, kjo fushat denigruese ndaj SPAK-ut synon vetëm të bëjë presion mbi gjyqësorin, duke e shitur një zyrtar të akuzuar për vjedhjen e fondeve publike si një viktimë e standardeve europiane.